Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takoheni me mua Tyron Alilin në kanalin Monitor TV për të vazhduar të ndajmë pikpyetjet, hamendësimet, ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë në jetën e dy personazheve më të përdjekur dhe më të komentuar nga sytë e të gjithë shqiptarëve. Pikërisht, do të ndalojmë tek Egli dhe tek Gjesti, dyshja e cila tashmë ka marrë zemrat e publikut, por që realisht zemrat e këtij publiku, Egli dhe Gjesti i mbajnë të mbyllura në çelës, i mbajnë në akull. Gjesti po poston dhe po vepron në rrjetin e tij social Instagram asnjë gjë nga jeta e tij private, vetëm ajo profesionale, dhe pikërisht të njëjtën gjë po bën dhe Egli, dhe kjo ngre pikpyetjen për hamendësimin, nëse janë bashk Gjesti edhe Egli apo jo. Nga të gjitha informacionet që kam unë janë bashk, por do shohim se çfarë kanë thënë mediat në Shqipëri. Që pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Gjesti dhe Egli Tako kanë zgjedhur të ruajnë një profil shumë të ulët kur bëhet fjalë për marrëdhënien e tyre. Asnjë foto së bashku, asnjë koment, asnjë story, asnjë shenjë publike që mund të konfirmojë nëse ende janë çift apo çdo gjë ka përfunduar pas përfundimit të spektaklit. Kjo heshtje ka ngjallur jo vetëm kurreshtje, por edhe një sër hamendësimesh në rrjetet sociale. Po çfarë po ndodh realisht me ta? A janë vërtet të ndarë dhe po e ruajnë privatësinë për arsye personale, apo janë ende bashk për të vendosur të mos japin asnjë prononcim publik për të ushqyer thashethemet dhe për të mbajtur gjallë vëmendjen? Ka gjithnjë më shumë zëra që sugjerojnë se kjo qastje misterioze mund të jetë një strategji e mirë menduar nga produksioni Top Channel. Një teori që po qarkullon është se çifti ndoshta është ende bashk, por nuk u lejohet të dalin hapur si çift nga frika se do të zbehet interesi publik. Heshtja dhe mungesa e konfirmimeve nxisin më shumë spekulime, klikime dhe sigurisht viralitet në rrjetet sociale. Dëgjoni mirë edhe një herë këtë, se kjo është më e rëndësishme. Është gjitha kjo që unë ua kam shpjeguar gjatë gjithë kohës. Ka gjithnjë më shumë zëra që sugjerojnë se kjo qastje misterioze mund të jetë një strategji e mirë menduar nga produksioni Top Channel. Një teori që po qarkullon është se çifti ndoshta është ende bashk, por nuk u lejohet të dalin hapur si çift nga frika se do të zbehet interesi publikut. Heshtja dhe mungesa e konfirmimeve nxisin më shumë spekulime, klikime dhe sigurisht viralitet në rrjetet sociale. Ndoshta në prapasken është duke u ndërtuar një tjetër moment kulmor, mediatik, kur produksioni të ndjejë se publiku po lodhet nga pritja dhe nga misteri. Gjesti dhe Egli mund të shfaqen papritur në një koncert, në një pushim luksos, ose në ndonjë emision të rëndësishëm televiziv, dorë për dore, duke shpërthyer në një tjetër valë të madhe reagimesh online. Një kartë e fortë që mund të përdoret për të ringjallur vëmendjen mediatike dhe për të rritur sërish klikimet dhe shikueshmërinë. Ka edhe nga ata që besojnë se ndarja vërtet ka ndodhur, po për shkak të lidhjes së tyre me spektaklin dhe kontratave pas tij, nuk mund të flasin lirisht për ndarjen. Kjo do të shpjegonte distancën, por edhe mungesën e ndonjë deklarate zyrtare. Në fund të fundit, çdo heshtje publike në botën e televizionit dhe rrjeteve sociale mund të jetë po aq e zhurmshme sa një deklaratë bombastike, dhe për sa kohë që misteri vazhdon, Gjesti dhe Egli do të mbeten në qendër të vëmendjes me ose pa prononcim. Është kjo në fakt përmbledhja që është bërë për fenomenin Gjesti dhe Egli. Unë dua të jem koherent në të gjitha ato që unë kam thënë për muaj me radhë. Gjesti dhe Egli, fatkeqësisht, këto po e them me bindje të plot, nuk kanë puls pa njëri tjetrin. Okej, kanë ego shumë të zhvilluar, kanë inat para tyre goxha të madh, asnjëri nuk lëshon të pe, të paktën duke u bazuar në dhënkat, në hatërmbetjet,
që kanë patur brenda shtëpisë të Big Brotherit, edhe pse gjesti ishte pak më i kthyeshëm, domethënë ishte natyra që i vinte pak më shumë keq, ishte tipi pak më i butë, ishte më modest krahasuar nga Egli, po zakonisht femrat e kanë pak të pjesën e, domethënë pak i natë më të zhvilluar, pak nervoz, gjasme e gjëra të këtilla, por në fund të ditës ato përsëri ndjejnë dashuri të vërtet. Gjesti këtë gjën mundoheshte ta mbështes me dashuri. Tani, unë jam shumë i bindur dhe këtë modestin, këtë qetësin, këtë vërtetësin të natyrës të gjestit, të thjeshtësisë të gjestit, që ju e pat brenda shtëpisë të Big Brotherit, fatmirësisht këtë të njëjtën gjë ju po e shikoni edhe sot jashtë. Po të bëni një analizë të ftohtë edhe të uleni të mendoni, me famën që ka gjesti, me mbështetjen që ka gjesti, me duartrokitjen që ka gjesti, me dashurinë që merr gjesti, po të ishte ndonjë personazh tjetër, do kishte bërë krejtësisht tjetër gjë, do ishte i paprekshëm, do ishte i pakapshëm, do të ishte i pazëvendësueshëm. Ndërsa gjesti është ky gjesti, i thjesht, modest, akoma duke qartazi që nuk i besohet që ka arritur këtë kulminacion apo ka arritur këtë suksesin, domethënë është e paimagjinueshme për gjestin, është e palogjikshme kjo gjëja. Domethënë ka qenë një ëndër shumë e madhe dhe jam shumë i bindur që gjesti nuk mundet të kaloj disa momente pa bërë një muhabet me Eglin. Tani, nuk duhet kërkojmë ne që ato të shkojnë drejt martesës, për të vendosur një çift në altar ne duhet t'ja lëm kohës, do t'jetë koha dëshmitar i altarit të tyre, me patjetër që nuk do t'jemi këmbëngulës siç ishim këmbëngulës për shembull në marrëdhënien e Romeos dhe Hedit apo Meritonit edhe Ilnisës që kishin plane goxha të mëdha. Kam dëgjuar nga vetë goja e Ilnisës që thonte që ne do të martohemi në altar, por përfundimi i saj erdhi me një ndarje. Unë nuk dua që përfundimi i gjestit dhe Eglit jetë i tillë. Nga informacionet që kam unë, marrëdhënia e çiftit vazhdon të jetë në rregull. Tani është normale që çifti do ketë zënka, do ketë çik hatërmbetje, do ketë çik mërzitje, sepse mendoj unë, po flasim në gjuhën popullore, çdo çift në lidhjen e tyre ka dhe xhelozi, ka dhe egoizëm, ka dhe tipe të këtilla që në fund të ditës e bëjnë edhe më të lezetshme dashurinë, se po nuk qeste janë këto, dashuria nuk është se ka kuptim, se domethënë unë nuk besoj kur është gjithçka bukur, mirë kuptim, ajo nuk është dashuri, aty ka interes, me patjetër, këtë e garantoj kështu me kokë. Tani a lidh gjestin dhe Eglin interesi, me patjetër që e lidh dhe kjo pjesë, sepse më shumë përfitojnë të dy së bashku, kështu që le të jemi rahat, sepse vetëm nesër mbrëma jam shumë i bindur që Egli do të lërë gjërat kuptojnë që gjesti dhe Egli janë së bashku.